Festivali ndërkombëtar i monodramës Alba Mono vijoi shfaqjen e parë të garës në Teatrin e Kuklave Piro Xoci. Falenderoj organizatorët që na sollën një aktivitet kaq të rëndësishëm në qytetin tonë. Kjo tregon një bashkëpunim që kanë midis dy bashkive, por aq më tepër një bashkëpunim midis të gjithë artistëve në botë, e cila tregon që kemi harmoni, kemi dashuri për artin, kemi dëshirë për t'i transmetuar vlerat. Kur të dhemb luaj ishte pjesa në konkurim në edicionin e 21 të festivalit ndërkombëtar të monodramës që këtë vit po performohet në Pogradec. Pianistja dhe aktoria serbo-amerikane Daniela Popovic performoi shfaqjen e saj me piano në mënyrë fantastike dhe shumë breslënse, duke dëshmuar se ajo ditë të gozhdoi me talentin e saj brillant vëmendjen e spektatorit në sallë. Jam shumë e emocionuar pas këtij interpretimi që u prit mjaft ngrohtë nga publiku. Mesazhi i kësaj shfaqje është liria e njerëzit përballë regjimeve shtypse diktatoriale. Një fëmijë i vetëm që lufton me vetmin gjen një vend të shenjtë në piano. Shumë shpejt, ky instrument magjik bëhet mjeti për të shprehur frikën, zhgënjimet dhe dështimet e saj më të thella. Pas një aksidenti tragjik, ajo arratiset në një kontinent të ri, ku piano bëhet shoqja dhe shoqëruesja e saj me mirë dhe me ngushtë. Pianistja profesioniste kujton kapituj të ndryshëm të jetës së saj, të jashtëzakonshme, uljet dhe ngritjet e saj gazmore, lidhjet e trazuara të dashurisë dhe muzikës së paharuar gjatë këtij rrugtimi. E mbushur me performanca të drejtë për drejta virtuoze në piano, kur të dhemb luaj, ishte një mbrëmje teatri që nuk duhej humbur në Pogradec.